Deputetët socialistë dhe demokratë të Komisionit të Ligjeve ishin kritik ndaj projektligjit për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksioneve publike. Në nenin 4, drafti përcakton se jo vetëm zyrtar deklarues të pasurisë në ILDKPI, por edhe çdo zyrtar tjetër i punësuar në shtet ka detyrimin të deklarojë nëse është në konflikt interesi privat në raport me funksionin publik. Shqetësimet ngrihen për volumin e madh të zyrtarëve të përfshirë në deklarim. 130.000, 140.000 persona. Të gjithë këta do të kenë detyrim për deklarimin. Po jemi një ligj i thjeshtë që krijon eventualisht konflikt me norma të ligjeve tjera. Parimi që ka konsoliduar gjykata kushtetuese. Çfarë do bëjmë në këtë rast? Sipas nenit 5 dhe 6, një zyrtar publik i ndalohet të ketë biznes privat, të angazhohet në organizata fitimprurëse, të marrë dhurata, premtime, favorizime, trajtime preferenciale apo privilegje të tjera. Një zyrtar i ndalohet të ushtrojë veprimtari private për gjenerim të ardhurash, madje edhe profesionin. Ndalohet të kryej një punë tjetër, të ushtrojë profesionin e tij në fusha tjera. Kjo, për mendimin tim, në shumë sektor të vendit do të jetë vrastare. Po si mundet të vëmë në kufizime të një pedagogu që ai të mos ushtrojë profesionin e mjekut? Prekin njerëz praktikisht nuk e kuptojnë arsyen pse do të jenë në këtë lloj kufizime, sepse nuk janë zyrtar shtetëror. Reagime pati edhe për nenin 26, kufizime për deputetët, i cili po ashtu nuk mund të ushtrojë asnjë detyrë tjetër përveç antarit të Këshillit të Ministrave. Nuk mund të jetë drejtues organizate fitimprurëse apo të ushtrojë veprimtari private si person fizik tregtar apo ortakëri. Nuk mund të zotërojë një aksion apo kapital shoqërie private me pozitë dominuese në treg. Po nuk e pse deputetit apo dhe zyrtarëve të tjerë ti pengosh aktivitetet të natyrës krejt private. Gjermani, Mbretërinë e Bashkuar, në Itali e tjerë, që deputetët ushtrojnë edhe profesionin e tyre, se me ligjin që keni ju këtu nuk bëhet. Pse bëhet pyetje? Ne si deputet ulemi, pim kafe në për lokale. Vije kamarieri kur neve kërkojmë faturën dhe thot e keni të paguar. Ka konflikt interesi. Shumë herë përfitimet për zyrtarët publik vinë në formën e pagesave të larta për udhëtime, për qëndrime. Ligji parashikon nxjerrjen e akteve nënligjore dhe një rregulloreje të mirë përcaktuar për vlerën e dhuratës. Komisioni i Ligjeve vendosi të punojë për një draft tjetër final të këtij ligji. Drafti propozuar në kuvend në tetor të këtij viti është punuar nga ILDKPI si organi përgjegjës dhe është depozituar nga 2 deputetet socialiste Eriona Ismaili dhe Aulona Bylikbashi. Drafti parashikon se zyrtarët që do të zbulohen në konflikt interesi me funksionin që ushtrojnë do të gjobiten nga 200.000 lekë deri në 500.000 lekë.